Selini ka vendosur të përballet hapur me Mirin për të sqaruar të gjitha fjalët dhe thashethemet që i kanë ardhur nga Eugenie, Angelo dhe Kristi, lidhur me raportin mes tyre. Gjatë një bisede në lavanderi, ajo ja përmendi këngëtarit një pretendim, sipas të cilit ai Gjoja kishte thënë se Selini ishte armë nën brez. Miri e mohoi kategorikisht këtë deklarat, duke theksuar se vetmja gjë që i kishte thënë Selinës ishte të kishte kujdes nga Kristi, të cilin e cilësoi si të pabes. Ai u shpreh me betim se nuk e kishte përdorur kurrë një shprehje të tillë dhe se nëse do ta kishte thënë, do të largohej menjëherë nga shtëpia. Gjatë dialogut, Selini këmbguli duke kërkuar sqarime nëse fjala ishte përdorur si metafor, por Miri vazhdoi ta mohonte, duke akuzuar Kristin për shtrembërim të fjalëve. Nga ana tjetër, Selini sqaroi se po të kishte pasur ndonjë prapasken apo qëllim loje, do të kishte reaguar ndryshe dhe më fort në situata të caktuara. Miri riteksoi se nuk e kishte përdorur kurrë Selinin për interes personal dhe se gjithmonë kishte folur pozitivisht për të, duke e vlerësuar si të sinqert, të fortë dhe të denjë në përballjen që i kishte ardhur papritur në lojë.